5 nëntor, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Jam kthyer nga një javë në qytetin tim Tiranë dhe jam kthyer me një lajm të keq në New York që Kopjo Evelis Mamdani ka fituar Bashkinë e New Yorkut. Zgjedhjet e dieshme, votuesit republikan nuk ishin aq të motivuar sa demokratët në zgjedhjet e dieshme. Kjo është pak a shumë historia. Për shkak se presidenti Trump nuk ishte i përfshirë drejt për drejt. Partia Republikane u godit rënd në Virginia, New Jersey dhe New York. Vitin tjetër në këtë kohë, trashëgimnia e zotit Trump do të jetë në rrezik në zgjedhjet e mesit mandatit. Kështu që duhet të jetë një pamje ndryshe. Vendi pothuajse është ndarë në mënyrë të barabartë në këtë pikë. Kështu që performanca e kandidatëve është jetik. Në New York, Zoran Mamdani ishte një prani shumë e mirë se Andrew Cuomo në frontin e personalitetit. Votuesit më të rinj që nuk kanë asnjë ide se çfarë është në të vërtetë socializmi, thjesht pa një djalë energjik që do t'i jepte falas gjëra. Pra është fantazma e Fidel Castros. Për më tepër qytete si New Yorku, Los Angeles, tani kanë kaq shumë votues të lindur jashtë Amerikës, sa që traditat amerikane si vetbesimi, konkurenca, po humbasin forcën. Më në fund, budallënj televiziv që thonë se votimi i dieshëm është një paralajmërues i nëntorit 2026, gabojnë si zakonisht. Shumë gjëra do të ngjasin gjatë 12 muajve të ardhshëm. Vendi do të jetë shumë herë më ndryshe. Natyrisht që gjithologët në Shqipëri çfarë nuk thonë. Mamdani me origjinë është familje indiane nga Uganda. Indianët në Uganda janë elita që kontrollojnë atë vend. Në vitin 1920 kanë pas qenë 150.000 indianë, kontrollojnë sistemin bankar, diktatori i ka dëbuar, janë kthyer përsëri. Miliarderi më i madh i Ugandës është indian, rreth 47 deri në 52% taksave paguhen nga ato familjet indiane. Ai ka ardhur 7 vjeç në New York, është emigrant, datëlindja 1991, i jati Mahmud Mamdani, profesor në Columbia University, e Ema Mira, e cila është e besimit hindu, është përgjithësore e famshme. Ka mbaruar gjimnazin e shkencave eksakte në Bronx, një nga shkollat më të mira. Pastaj, me mashtrime, ka hyrë në Columbia University, duke deklaruar si zezak, afrikan-amerikan, në fakt është indian nga Uganda. Sidoqoftë, elekuent, brillant, arriti që të mposhte aparatin e madh të Partisë Demokrate. New Yorku është shtet liberal demokrat. Shteti gjithashtu. Zoti Trump në 2 zgjedhje në Manhattan ka marrë një herë 4%, një herë 6%. I vetmi që ngjalli pak New Yorkun është Zeldi, i cili 3 vite më parë për kongres i shtoi 5 karike New Yorkut. Përse New Yorku duhet votoj majtas? Shumica e nënshtetas e qytetarëve në shtetas New York si shtet janë republikanë. Por siç janë djathtë të Shqipëri, për pak rëndësi të çuditshme, nuk dalin të votojnë. Demokratët në 200 vjet kanë dhënë falas për të ardhurit italianët, irlandezët, polakët, grekët, shqiptarët. Ndaj ka ato rrënjët partijake në organizimin. Nuk ka më një kandidat si Giuliani. Ai ishte një shuplak ndaj Trumpit, votimi për Mamdanin, kam frikë se po. Sepse Mamdani është Trumpi i majt. Këtë pyetje i bën Sikstimijës dhe Trump tha, po unë jam më i bukur se ai. Pra në qoftë se do t'i thuash Mamdanit komunist, do të pranosh median e majt radikale që i thot Trumpit nazist. Fundit, ai është një socialist demokrat, utopik, dhe u zgjodh me votë. Nuk voti zgjedhjet. As partia nuk ja voti dot. A do të ketë sukses? Nuk besoj. Premtimet janë drastike. Ai thotë që minimumi i orës punës $30. Kjo shkatron ekonominë. Nuk di anglisht, kur nuk ke një profesion, s'ka pse të paguash kaq shumë. Transporti falës, kushton $700 milion, nuk jep shpjegim se si. Do të ngri qerat
e ndërtesave që janë me qerat të kontrolluara. Mund të aprovoj. Do të rrisë taksat ndaj miliarderëve të korruptuar si Trump, ka thënë. Mund të ketë sukses. Sa do të vazhdoj lufta, sa taksa do të mbledh miliarderët si Trump, gjithmonë gjejnë ato hapësirat në ligj për të mashtruar dhe për të shpëtuar. Natyrisht që do të kontrollohet nga Këshilli Bashkiak, nuk mund të bëjë çdo gjë. Për mendimin tim 5% mund të realizojë, do të jetë shkatrues ndaj buxhetit të policisë. New Yorku pa polici merr fund. A do të ta lejojnë? Diçka që nuk e ka askush nga politikanët, është platforma strehimit duke marrë modelin e strehimit Vienës. Një model që mund të ishte në Shqipëri. Viena, rreth 75% banesave ka pronë bashkisë. Pastaj ka fluturime, do kem dyqanit bashkisë për ushqimet. Le të presim. Por, ju them edhe një herë gjithologëve, është emigrant, prodhum i këtij vendi, ka fituar me votë, votuesit kanë drejt, shkojnë si majtas, si djathtas, nuk është komunist, s'ka si se tjetë, ide të komunizmit ka, sepse ka mbaruar Kolumbia. Dihen kolegjet për mua janë si shkolla partie, fatkeqësisht, aty ku ka rol Soros me vokizmin e tij, tek universitetet e elitës të madhe, çka pam që ishin gjithë kundër Izraelit, pro Hamasit, dhe kandidati Mamdani, Hezbollah, i vetmi që është kundër Izraelit. Shumë e mendojnë për se thonë. Do t'ju mbajnë lidhje se çdo të ngjas. Por në qoftë se Trump ka humbur dje New Jersey, Virginia dhe janë disa zgjedhje për gjykatën në Pennsylvania, kjo erdhi se ishte forca e blerësit. Çmimet e ushqimeve nuk janë ulur si premtoi Trump. Madje janë ngritur. Inflacioni thuajse aty nuk po funksionon ende politika e tarifave të tij. Fundi fundit vendos ekonomia. Por kjo nuk do të thotë që mbas 12 muajsh skenari të jetë i tillë. Në gjykatën supreme do shqyrtohet problemi i tarifave. Në qoftë se gjykata supreme do t'ja hedh poshtë tarifat e Trump, çdo të ngjas. Do t'ja kthejnë, se kanë qenë $2 miliardë në ditë, importuesve që kanë paguar, por ka një precedent. Në vitin 1974, presidenti Ford ka nxjerrë një urdhër ekzekutiv që këto kompetencat t'i kalojnë presidentit, mos jenë më të Kongresit. Nuk besoj se një gjykatë supreme e djathtë të jetë shkatruese ndaj zotit Trump. U duk se ka arritur diçka me Kinën, me vendet e Azisë, por dhe India dhe Japonia vazhdojnë të blejnë naftën ruse. Nuk e ka aq të lehtë, edhe doni i madh, të mbërmbys një sistem. Jo kam thënë që projekti 2025 kontrollon zotin Trump. Projekti 2025 donë të shkatrojë shtetin administrativ dhe fuqiet unitare tek presidenti. Ka bërë shumë shkarkime, ka marrë shumë pushtet, nuk e ka pyetur fare Kongresin dhe Senatin, median e majtë e ka shkatruar. Natyrisht, çelësi është e tarifat. Qoftë do të ishte i suksesshëm te tarifat, ky president do të ishte presidenti më të mëdhenj të Amerikës. Në qoftë se jo, do të jetë rëndomt. Por këtu çdo gjë vendoset me votë. Natyrisht që Amerika kishte nevojë për një miliard. Dhe jemi me fat, nga zoti që Trump u rikthye. Sepse në qoftë se do vazhdonte me Kamala Harris, ky vend të shkonte të poshtë me transgender, wokizmin, DEI. Natyrisht që Trump është atipik, sjellja e tij është e çuditshme, autokrate, ti jemi realist, por mbase kjo është vetëm një mënyrë për të kthyer vendin në ullin e duhur. Nuk është revolucion kjo që bën zoti Trump, është antirevolucion që nisi nga Obama dhe duhet ta bënte. Ai është Jacksonian. Jo kam thënë. Pra, më mirë me armiq, më keq me miq. Kjo është politika e tij. E ngjan Teddy Roosevelt, i cili luftoi me monopolet të mëdha. Edhe Trump nuk po pyet askënd. Natyrisht akuzat janë që është pasuruar familja e tij. Edhe kjo mund të ketë ndodhur. Por nëse humbet Kongresin, hetimet fillojnë përsëri. Kutia e Pandorës është hapur. Ashtu siç po shkon ai mbas kundërshtarëve politik, do të rikthehen ndaj tij, po ka drejt me gjyqjet pafund që bën ndaj tij. Donin ta burgosnin, ta vdisnin. Donin ta vranin, ta vrisnin. Por nuk kishim parë më parë një prokurore të përgjithshme kështu, që merr urdhra përmes Twitterit nga Trump. Por
kjo mund të jetë bumerang. Drejtori indian Kashyap Patel përdor avionin $60 milion për të bërë një takim me dashurën e tij. Ish punonjës e Mossadit. Edhe ai do ta paguaj. Deri tani të gjithë sekretarët e kabineteve nuk i thonë jo kur doni të madh. Ndryshe nga Trump 1. Ne presim që diçka të ndodhë në Ballkan. Çfarë vure re në Shqipëri? Si gjithmonë, sa herë që shkoj, varrin e Mitat Frashit dhe gjej të thyer. Kam njoftuar dhe miq që kanë akses tek palloshi i gjatë, siç i thot Lubia katrore, nuk kanë bërë asgjë. Mbase bën diçka për 28 nëntor. Pse ja morët eshtrat kur nuk keni respekt? Ose sa skifo del kur bën puthjen e Xhudës me Fatosnanën, kryeministrin nga më të pas suksesshmit të Shqipërisë. I papërgjegjshëm, politikisht mjafton me atë që Beogradi kur qyteti i Kosovës me Miloševićin është zero. Vitet më të këqija të Shqipërisë 97, 98. Braktisi detyrën, u largua nga zyra. Dhe shiti partinë. Në fundit të dënuar për korrupsion. Qytetar, po do të thotë kjo e president, ke qenë kryeministër. Dhe Rama. Ndërkohë, ura re tek ish vila pallate me Meçrell, ishte Stalini, bushti Stalini dhe Lenini, që kanë të qendrës të Ramën me palloshin e gjatë. U loku i gjatë e di që thot sekretariusi këtu. Të tallet Libia me Ramën është e turpshme, po tregon forcën e madhe të krimit. Janë miliona dollarë që kanë ardhur deri këtu në Michigan. Por fatmirësisht FBI dishte. Dosjet e kamadhore, dosja McGonigal, dosja fotos me Obamën, nuk shpëton sepse s'ka si. Janë llogaritë bankare që e tradhtojnë. Ata njerëz që dërgojnë cash në Michigan, ose ata që bën pastrimin e parave përpara se nano të ndronte jetë faktikisht me letra, gjurmët i kanë të mëdha. Është konsumuar, koha i ka ikur. Amerika është e akull. E patë që ndodhi me Kurtin. Nuk është gjendur vazhduesi. Ai mund t'i jetë i fortë, por nuk e ka forcën. Roosevelti nuk e ka njohur gjykatën supreme dikur. Edhe Rama, për shembull, vendimin e gjykatës kushtetuese për teatrin nuk e njoh. Pse i njeh për ligavecin e bashkisë? E donte vetë, u friksua se do mbes të zgjedhjet. Zonjë zotëri, miq të mi. Ne nuk kemi kushtetutë. Kushtetutën tonë kanë bërë Greqia. Është fakt, opozita se ka votuar. Jam habitur me nivelin e antarëve të gjykatës kushtetuese. FBI ka ligaveci i bashkisë, i cili ka mashtruar, nuk ka përfunduar shkollën, nuk mund të përfunduar shkollën në Amerikë me 2 vjet. Mund të blesh master në angli që s'ka asnjë kuptim duket tek fjalori se çfarë niveli ke. Është marrë nga burgu. Ka 2 variante për të takuar të ziun Adams. Ka një ide që e kanë dërguar në helikopter në Vlorë për të bërë takim, por thuhet dhe në ambasadën amerikane. Nëse ka qenë në ambasadën amerikane, ai ka shitur anë. Aty është shefi i stacionit, ka bërë deponime. Ndaj nuk e përfillin zyrtarët amerikanë. Mbanë mend kur Escobari vinte në Shqipëri bashkë me të shëmtuar në Jurikim, si dilin si mondre vëllezër internacionalistë në fotografi me Ramën, me Burbugje Spiropalin, me Borzilok Ballën, me president Begaj, erdhi zoti Fleming, i cili zvendëson Escobari. Nuk e përfilli Ramën as Burbugje Spiropalin. Absolutisht jo. Zero. Është dërguar i rrugë. Është profesionist karriere, nuk është politik. Dhe ka pasur takim me 5 drejtues të PD-s. E kam nga burime nga ambasada. Më elokuenti që kliqi në takim. Pra kontaktet me PD-n janë, nuk është më PD-ja parti terroriste si thoshte Jurikimsja, Bukuroshja e Exxon Mobil. Kuptoni? Dhe ato mesazhet që ka marrë Spaku, pa diskutim do të shkojnë tek njerku i kopilëve të diellëzës. Se s'ka se si. Nuk mund të ndodh Alibaba me 40 ajdut. Dhe Alibaba që pëlqen diellëza, njeza, e lloj emrash që ai ka shef shumë, i cili në një funeral bën puthjen e Judës i pështirë. Amerika nuk ja lë politikës franceze në Shqipëri. Rama aty është.
Ajo foto me djalëvajzën e përshtirë të Sorosit tregon qartë, por ka një shef FBI edhe të CIA-s në ambasadë që dërgojnë informacione këtu. Nuk mund të bësh kashillik me Donin e madh në këtë mënyrë. Sepse Doni nuk pyet për Macron e për nivele shumë të larta, jo për një kryeplak fshati, të cilit Lubia 4 orë i thot palloshi i gjatë. Bëhet me anonime të fëmijë. Rama mund ta shkrijë gjykatën kushtetuese. Le të ringrej një reale të vërtet. Or kush e kontrollon këta fundit? Shkelje të rënd më të madhe se vjedhjet mizore që ka bërë Veliaj për të shkarkuar. Me çfarë drejtë del ti kundra një vendimi të Këshillit të Bashkiakut? Ata janë votuar gjithashtu. Një nga burgu, një hajdut ordiner kërkon ta rikthesh në Tiranë për inatet personale. Veliaj meriton burg, spaku s'kap se vonon. Dënime speciale, po si në kod partisë vet. Ora thonë që kanë gjetur me mbi $100 milion cash. Po marrin të dyja palët, kërcënohen prokurorët. Nuk ka fuqi një ligavec përballë Ramës. Ramës intereson të kjo. Për të thënë atë që tha që unë si kontrolloj gjithë pushtetet, i kontrollon zotëri. I kontrollon është fakt. Dhe më e keqe është se ty të kontrollojnë tjerët. Por kjo është dokumentuar, e i përgjuar, kudo. Flet me nivele të urta të klimit. Sepse janë përgjuar ata, e të kanë futur ty. Kudo del, nuk shputesh dot. Berisha kërkon protesta, ka drejt. Është më energjik se Rama ku e ku. Nuk mund t'jap sugjerime, jo të largohet, t'japi dorëheqje, këto janë probleme, unë si jam antar e asaj partie. Janë me lista kandidatët. Për mua niveli parlamentit është shumë i dobët, nga dyja krahët. Duhet të ndryshoj sistemi zgjedhor. Pra, fitoria e Mamdanit këtë tregon. Një emigrant, indian, deklarohet musliman, pa përvojë, ka qenë vetëm antari i Asamblesë të Shtetit të New Yorkut, sistemi e lejon të fitojë. Ky sistem duhet në Shqipëri të lirojë moshatarët e Mamdanit të marrin Shqipëri. Natyrisht, askush nuk mund të detyrojë me Berishën të thotë nëse votohet. Sepse aq është dhe Trump doni madh që u rikthyen atë në mënyrë magjike. Rama duhet hik për të mirën e tij familjare, personale, partisë tij që e ka shkatruar për të Shqipërisë. Rama mund të ketë bërë shumë gjëra. Or po i them ka ndërtuar një mrekulli socialiste, njerëzit janë të lumtur. Çtande shqiptar. E provuar. Ç'm duhet një kryeminist që është kundra kombit tim? Askush nuk do të donte. Ai vërtet si Enver Hoxha shet si mund të shesës Kosovën mërzatni. Dhe si mund të jesh i gjynjëzuar, i neveritshëm me Francën. Franca ka qenë kundra nesh gjithë jetën. Le që s'është aktor ndërkombëtar, nuk e pyet kush Francën, as në diplomaci as në ushtri. Kush? Hiç. 7% ka Macroni. Nuk të shpëton dot as Gjorgjia Pjepri e Italisë, e llatarshme, përfaqëson djathën, me forcë madhe politike, dhe bashkëpunon me një vazhdues të partisë më kriminale në Ballkan, ish komuniste. Korrupsion. Në fakt në Shqipëri nuk ndodh korrupsion, është eufemizëm, vjedhje. Vjedhje, dhe e shikon kudo. Ajo që më bëri përshtypje, dhe i falenderoj të gjithë ata që më flisnin, njerëz të panjohur. Pra, unë shikoj ndryrimin e tyre ndaj meje, që dihet jam i pozicionuar në krahun djathtë. Askush nuk e doron atë të majt. Enough is enough. 7 ditë ka ndonjë rastan Prishtina kryeminist. Historik. Ti mund të rish më shumë se Adil Çaçani, s'do mbash mend. Do mbash mend që të kanë hikur 1 milion shqiptar, kaq. Si vlla me Vučić. Po i puth këmbët Kushnerit. Kujton se donin e madhe të mashtrosh me blerjen e dhëndrit të tij mediokër. Nuk besoj. Por zotëri, tek anija ushtarake amerikane nuk të pranuan të shkoje. Kanë ardhur 2 ose 3 zyrtar të lartë departamentit, s'kanë dënjuar të takojnë. Edhe ajo që është përfaqësuese Trump, nuk mund ta ketë titullin ambasador për forcën e ka. Ajo kryen çfarë vjen nga qendra. Spaku do ta mbështesin. Po. Për interesat amerikane nuk diskutohet. Por trafiqet që nisin nga Amerika Latine dhe vinë tek porti i Durrësit ku ti e ka vënë ministër, ish drejtor,
prishin interesat amerikane. Ndaj, jo a them dhe njëherë, unë, jo kam thënë disa herë, nuk më besoni mua. Njeriu beson atë që farë dojtë besoj, nuk diskutohet. Por Washington Examiner, në faqet parë, Rama, si Noriega apo Erdogan, both. Ti kërkon tjerë si Erdogan të rish gjithë jetën, por shqiptarët nuk mund të flenë gjithë jetën. Ka energji dhe unë kam besim të kej brez i ri, i zgjuar, smart, me informacion. Nuk ka pse të hikim. Dhe kur vjen në avion që hyp, kalova përmes Londrës, rracë e bukur, në Aberdeen, pse? Shumica nga veriu, të lënë vendin e tyre të bukur, sepse ti nuk i do atje. Sepse ti do kopilat e djelzës, brikenat, anjezat, ato, ku di unë, emrat që servilosin ty. S'ke bërë asgjë, thjesht një anti-shqiptar. Time to go, unë besoj. Kudo në Shqipëri.